Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Kaq zjati, Brikena dhe Mateo I japin fund lidhjes. Brikena dhe Mateo kanë kurorzuar lidhjen e tyre simbolike brenda shtëpisë së Bigut, duke I thënë po njëri tjetrit në ceremoninë e dasmës që u zhvillua sipas traditës së formatit. Momenti shumë përfolur u kthye në një nga skenat më të komentuara të sezonit, duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe ndjekësve të reality show-ut. Edhe pas përfundimit të eksperiencës në shtëpi, duket se lidhja e tyre nuk ka mbetur vetëm brenda lojës. Çifti vazhdon të mbajë simbolin e atij momenti të veçantë, unazat që shkëmbyen gjatë ceremonisë, të cilat janë kthyer në një shenjë të vazhdimit të raportit të tyre. Edhe pse shumë zëra folën për një ndarje të mundshme, Mateo ka ndarë së fundmi në rrjetet sociale një fotografi ku shfaqet duke I mbajtur dorën Brikenës. Në fokus të imazhit bien pikërisht në sy unazat që të dy vazhdojnë t'i mbajnë, duke nxitur reagime dhe komente nga ndjekësit e tyre. Postimi është interpretuar nga fansat si një konfirmim I qartë se marrëdhënia e tyre po vijon edhe jashtë kamerave. Lidhja e Brikenës dhe Mateos duket se po ecën me ritme të qëndrueshme pavarësisht distancës gjeografike mes Kosovës dhe Shqipërisë. Dyshja po vazhdon të takohet dhe të kaloj kohë së bashku, duke treguar se raporti I tyre nuk është ndikuar nga largësia. Për shumë ndjekës, ata mbeten një nga çiftet më të komentuar të këtij edicioni.